në çdo portal, kur futem, i lëviz shpejt, sa nuk mund t'i dëgjoj, por sa më del, ti ngulem këtu sepse ti flet realisht respekt, thot Andrea Sibi. Faleminderit, Andrea. Shiko, unë gjithmonë e kam patur si zakon, e bile dhe kam cilësuar, mua nuk më intereson sasia, mua më intereson cilësia. Unë sot ftova dy shqiptarë të tjerë të vinë të flisnin këtu, askush, duket njerëzit kanë frikë, s'dua ta nxjerrin fytyrën ke Nova Media. Okej, e kuptoj. Pra, unë mundohem gjithmonë të jem realist. Tash dhe njerë, nuk e fuz veten ke njerëzit më të mençur, po do flasim realitetin. Prandaj qëllimi i kësaj medie nuk është të shasim pordh njëri tjetrit, as ta vëmë në lojë njëri tjetrin, po të flasim me realitet. Ky është realiteti. I don't care mo, e urem Berishën, uremo, s'ka problem. E uren Lapajn, uremor, s'ka problem. E uren Arjanin, më uremor burr. Kush është ai që mund të doj të Shqipëria? S'ka si mund të doj. E kupton. Po, kur vjen muhabeti, të mblidhemi aty në një kauzë, atëherë do mblidhemi. Në fund të fundit, kemi një qëllim, rrëzimin e Ramës. Pastaj, mbaroi lufta, idhemi në luftën tjetër, luftën elektorale. Atëherë, fitoi kushtjet i Zoti. Po vend të gjithë njerëzit të barabartë, vend të gjitha partitë të barabarta, dhe kusht, ja sheshi, ja Mejdani, ja dhe Çelo Kapedani. Dhe pastaj ne jemi njerëz me dinjitet. Atëherë mund ta kuptojmë shqiptarin kush është. Nuk kuptohet shqiptari në diktaturë kush është. Nuk kuptohet sepse të flasim realitetin, çdo njeri ka halle. Çdo njeri ka halle. Edhe unë po të jem në Shqipëri, nuk do flas si birbil. Po të jemi lidhur me shtetin ose me biznesin, e kuptoj. Nuk jam Gjergjile Zalia unë o plak.